Nëse kalon në rrugë dhe përballesh me këtë pamje, është problematika e bllokimit të pusetave në Durrës. Aty ku ndodhen shpesh bëhen shkak për burim aksidentesh, por jo vetëm. Ndodhemi me kamërën tonë në lagje me numër 1 të qytetit, ku imazhet e marra tregojnë se nëse ecën në këtë pjesë në mbrëmje dhe nuk je i vëmendshëm, mund ta pësosh keq. Kjo për shkak se pusetat janë totalisht të hapura, si në këtë rast. Të dëmtuara, të hapura dhe të pasistemuara pusetat janë shqetësim kryesor për rrugët e Durrësit. Shpesh bllokimi i tyre bëhet shkak për përmbytje në qytet, dhe në ditët me diell, kur është mundësia më e mirë për sistemimin e tyre, pasi mund të punohet lehtësisht, kjo nuk ndodh. Pasi punime nuk shihen në rrugë. Në këto kushte, pusetat e hapura kanë këtë pamje dhe duket se për to nuk shqetësohet askush.